shaqës e në frizajnë e agimit që ne 3-4 kandidat, 2 kandidat bashkë, sikur se bajnë në Gjermani, sikur se ka bërë Friedrich Merz dhe të tjerë, të prezentohemi para strukturave të partisë dhe temi që unë jam Filan Fistek, ata në njohën për fat, por unë garoj këtë zgjedhje, se platforma ime parashet që PDK-ja në 4 vitet ashme do duket kështu. Raporti jonë me Bashkimin Evropian, raporti jonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, për temat mëdha, do duket kështu. Ju i përmendët jo rastisht zotin Totaj dhe zotin Aliu, zoti Aliu që fitoi Ferizajn me të parën sërish, zoti Totaj që fitoi po ashtu me rezultat të relativisht thellë, po i ftoni që edhe ata t'jenë në një farë forme? Jo, në kumë takon mu, jo. Po të konsiderojnë pra që kandidaturat? Jo, do të të... I përmendët vetëm? Jam duke fol pratë se dekt, se mund flasë edhe për Dragashin, e mund flasë për Kamenicën, Dragashin e humbet, e për komuna tjera, kudo që ka dekt Partia Demokratike e Kosovës, apo për Deçanin, apo për Prishtinën, dekt tona, strukturat tona, ta kenë mundësin, brenda një javës, ti ndëgjojnë kandidatët të cilët garojnë... Shka gjofë se do t'i keni vetëm këto 50 sa orë në dispozicion, pra e hëna rrethorës 4 kam përshtypjen se do të mbahet konventa, pra sot jemi në 9:21 minuta të së premtës, po mbeten një 60 orë, në qofë se do të mbetet kështu, i pas këtë vetëm këto në dispozicion që ta bëni fushatën dhe ta zini hapin, se përndryshe po thomë rrezikoni që faret mos jenë. Nëse procesi mbetet që ju po kërkoni që të shtyhet, por nga kjo kërkesë të shtyhet mund të jetë përgjigje po ose jo. Nëse procesi është vetëm teknik, që ti masmi raportin e forcave se kush çfarë numra ka, unë jam i gatshëm që ta bëj edhe një vlerësim të tillë, një kalkulim të tillë, folim me dekt, folim me njerëz dhe ta shoh se ku do të jemi të hanën. Por unë nuk mendoj që një proces i cili është një skem, i cili është një improvizim. Skem dhe improvizim, po vazhdoni të ekzistoni. I cili është një akt, i cili nuk është një proces demokratik, mund të jetë në shërbim të Partisë Demokratike të Kosovës dhe e ftoj kryesin që të takohet nesër pas nesër, që ta shtyjë konventën për një javë. Nuk jam duke folë... Që të mbahet hënën tjetër. Që të mbahet të dielën arshme. Të dielën arshme. Që të mbahet të dielën arshme. A premton koha, ne kemi një afat, që nuk varet nga PDK-ja, që ka një mandatar të ri, zoti Konjufca, të cilit i skadon ky afat prej mandatari kalendarik të mërkurën më së largu. Dhe ne mund të kemi situatë kur të mërkurën, të ajtën, të premten, mund të shpallin edhe zgjedhjet e reja. Je duke folë... Po flasim skenarët ndryshëm për të diskutuar. Dhe kjo mund të azë Partinë Demokratike të Kosovës në një garë të brendshme, e cila po mund të fisnikroj partinë, por edhe mund ta cënoj, sjell hatërmbetje, ta përçaj, pra edhe logjika të cilën e prezantoi edhe zoti Krasniqi edhe në studio, por kam përshtypjen edhe në konferencën e shtypit, ishte kjo urgjencë që detyroi edhe atë që t'jap tërheqje, diçka që tha e ka menduar ndoshta prej një viti, për shkak se afatet s'po presin. Dhe të caktoj sa më shpejt sipas statutit të partisë brenda spaku 5 ditë të kenë hapësirë datën më të afërt kur mund të mbahet një konvent për shkak kësaj urgjencë. Je duke folur me dekanit cili ka pas fatin që të jenë Partia Demokratike e Kosovës kur edhe kemi udhëheq shtetin. Kemi ditë edhe ta udhëheq me qeverinë, kemi ditë edhe ta udhëheq me partinë. Kësaj herë jemi në opozitë. Nuk kemi asnjë punë tjetër përveç të mirëmi me PDK-n. Ta mundni atë që është në pushtet. Po, përveç të mirëmi me PDK-n, përveç të merremi me strukturat tona, përveç të kemi një por mos po harroni Kurtin dhe gjithë ato që i përshkruat ju duke u marrë shumë me vetvetën. Jo, absolut jo. Do të thotë, si mund ta krijojmë një vizion të ri? Si mund ta krijojmë një rrëfim të ri? Si mund ta dimë atë se çka mendon elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës, çka mendon qytetari i Partisë Demokratike të Kosovës? Si mund ta ftojmë ne dikan i cili është jashtë politikës të hënën që të bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës? Kur edhe son të shojnë studio dikanit, cili është për 23-4 vjetë në PDK, i cili ka qenë udhëheqët e PDK-s,
i cili ka qenë zavendës kryeministër, i cili ka qenë 2 mandate ministër i jashtëm, i cili ka qenë ministri i arsimit, edhe i cili është zgjedhur 8 herë deputet dhe po bën përpjekje që ta ketë një proces sa më demokratik. Çka po synoj unë është kjo. Ky popull dhe kjo shoqëri është prej shoqërive më kritike në Ballkan. Njerëzit këtu nuk i nështrohen kur autoritetit të kryetarit partisë, të individit, të kryeministrit, të presidentit. Pra unë jam shumë krenar që Republika Kosovës për me është demokracia më e re, po jem demokracia më e madhe, që jem shembull për gjitha vendet e rajonit, për atë se si ne e shohim raportin e individit me politikën, me shoqërinë. Kam përshtypjen se edhe kjo që po e bëni sonte mund të jetë një shembull pikërisht i atmosferës demokratike. Unë jam duke folur për një koncept. Nuk jeni duke hezituar që të flisni edhe të kritikoni edhe kolegët tuaj, edhe kundërkandidatin, edhe çastin që e ka kryesia ose individet brenda partisë. Kjo flet edhe garën e brendshme. Unë e përmenda më herët Frederik Merz.